Është më rëndësishëm destinacioni apo rrugtimi që ndjekim për të shkuar në destinacion? Pra njeriu vetë. Po tjetër rrugtimi, s'mund të jetë destinacioni, po. Po mirë, si mund të ketë kuptim, do të jetë i rëndësishëm rrugtimi kur ne synojmë destinacionin. Po destinacioni. Çfarë na kënaq më shumë? Po nuk pat i tarme, nuk ke as i synim. Nuk synon dot pa shkuar te ku do me ik. Po pas synon, po rrugtimi për shkuar deri te ku synon. I gjatë i vështirë. Ka gjërat, ka elemente. Po tjetër ka pengesa. Ka ndihmojnë. Po tjetër. A ndikon dikush për shembull në destinacionin që ti ke menduar, faktorët e jashtëm, një shok, një mik, dikush që del para, ai që t'jep pengesën? Po me të prish punë, po për shkak. Me të prish punë, patjetër. Po shumë kur me të rregullë, shoku, atë vllajt me të më thon, vllai thotë inshallah zbot, thotë. Po me këtë që ka sot. 62 vjeç që unë, vllajt tim ja thonë që nesër, të parit ai do thotë inshallah do thotë zbot. Zbot më thotë, po kush ato të mirë në shoku. Po ti thosh për vllajt atë kështu për shembull? Po, si ti vi? Si ti vi, Po, më edhe e them. Edhe ti e thu. Po e them se 40 vjet për mua, s'mund të them për ato. Po pse ti mendosh atë të mirë? Jo, nuk mendoj të mirë. Po gabim. Po jo, kur bën gabim ai që mund të jetë më i mosum për shkakun. Po nëse është më i vogël? Nuk kam më të vogël, më të mëdhej kam të dy. Po, më të mëdhej kam të dy. Ju kur keni qenë të rinj, ndoshta në moshën time pak edhe më të ri, edhe fëmijë. Keni shkuar mirë besoj. Mirë se atëherë nuk ishte me undas, prona as i gjë. Prona ka qenë patjetër, po prona valla, pronat. Pronat e smira e po ky kështu e po shneti keqe. Po gratë, ndikojnë gratë? Ua, tash ja pu dhe ka po gratë janë para do valla. Falxhan brisje, magji, poshtë Korvatit, poshtë dy shekull. Po magji? Po i kemi zbuluar valla si. Ju kanë bë magji? Po patjetër. Ju ka bë vllai thoni ju? Vllai, nuk se vllai, njerëz jashtë banesës, çka kanë ajo? Se kanë për ditë por nuk për të çudit. Po si e keni ja keni dalë të ashtu me veshësia valla, nuk 30 vjeç as se njohim, ai kemi vlla, se kemi vlla, as nuk i shkojmë as na vjen. Po si pse erdhi këtë pikë? Më para brezat në këtë moshë jeni ju, më para ka qenë më ndryshe. Atë është problemi. Demokracia mund ka kap për shembull 26 vjeç, 27 vjeç. Më mirë ka qenë ajo kohë, se sa sot. Nuk diskutohet, nga gjitha onë, ndaç për ekonomi, ndaç për jetesë, ndaç për kanë dalë që stresi, anksi, çfarë janë këto që janë, që këto ndikojnë jo për mirë, po ndikojnë shumë për keqen, vëlla, dhe s'kur me një gjumë, i tjetër që thotë, bo, sa stresi ka ky, ai tjetër thotë, po më thotë, çfarë e vu shumë, sa ikën 2 metra, thotë, inshallah ka gjithë Shqipëria stres, mos kemi thotë. Po për ne shohim gjithmonë atë tonën, si puna asaj me zjarrin, e them gjithmonë, bëjmë bezishëm për ato që na ndjekin, është me zjarrin. Po bezis para ti dili ti atë gazetari, ti për atë punë mos harruj para, dili aty. Jo, për atë fabulën që është me zjarrin, s'ka nevojë se tani është edhe vapo, duhet të çavave dili aty edhe për para, do asnjë gjë. Jo, për atë që thotë mos harruj, duhet edhe me harruj edhe vapo. Jo, hiç para, ç'a problemi ka? Hiç dili. Zotëri, a mund ta bëjmë bisedë? Bravo. Ti e pe vetë sa qytetari ishte. Mund ta bëjmë intervistë? Okej. Ai tjetri thotë, jo, një do thotë po. Po ti për këtë punë, atë po të thonë njëri dy, se kam dëgjuar me këto intervista këtu kësaj rrugës. Ka ato sa televizione s'po i bëj reklam. I ka vllam tasim bëlla për X-in për Y-in. Po pse jemi kaq indiferentë, nuk shprehemi, nuk flasim, nuk si një probleme jetësore për flasim, si pyetje që ishte. Vetëm nuk e di a je beqari martuar, po vetëm ship ke pragu i shtëpisë tate, njeri mos fut mrena. As përveç atyre e thonë të thirrë gjithmonë. Unë ta them ty, unë nuk e di, unë kam çunin 35 vjeç. Pa ndërtohet do të jetë vetëm. Ndërtohet, që të bësh me vështirësi. Si duke thënë mos fut, mos u lidh me këtë, mos rri me këtë, mos rri me shokun. Mos rri me atë. Jo, ti rri me atë. Po ti je deri ke poshtë pallatit. Ora çun xhaje, çka ja si gjop, vlla. Unë më thon s'ke vllajin. Drejt më vlla, s'ke vllajin, do ta shkopi kush, vetë nuk o turp fare. Jo, unë po them drejtën. Jo, mos e sjeni vetë ju kështu më. Deri ke pragu derës, deri poshtë, nëse ke shkrim pallat, lene sa më larg, këtu ke dobuzi për salonet atje. Se s'ka pse tot. Sa kupto ç'a bëhet sot apo s'ke besim ke kjo që ke veç e shef 100 herë aty e shkon, au ka tha, s'u ka tha. A ka ndaj misa, s'ka ndaj mis. Po ç'a thua, por kam marrë punë këtu. Se nuk e di ti. Nuk ka marrë punë, nuk e di, vetëm përveç familjes, grus,
fëmijëve, as i besim tjetër. Motra, Mirë, sa një pyetje kam, jam shumë kurioz. Ju sa fëmijë keni? Pa hyrë në Unë kam detaje. kam. 2 fëmijë. Po. Po imagjino ju po i thoni këtë të vlerësoj shumë për atë se çfarë po shprehni dhe ta them me bindje që nuk jeni veçuar dhe kjo është pjesa më e madhe e Shqipërisë. Ju me vllajën tuaj po thoni që jo vetëm ju, por ka shumë raste. Po ju keni 2 fëmijë. Po ju duke ju ushqyer këtë lloj gjendje, situate që ju me vllajën tuaj. Po, çka kanë gjë sekret, po pse nuk e kupton fëmia? Po fëmia Po nesër. fëmia nuk e di se Me vllajën e vet për shembull, vllaj me vllajën, 2 fëmijë tuaj. Po unë kam gocet shumë. Po, gocet shumë. Jo, ta them vllave shumë. Po fëmia me çunën e xhajës vet, me çunën e vllajt tim. Kur sa afrohet ai, pse duhet të afrohet ky çuni im? Ora që 2 fëmijë tuaj, për shembull, djali me vajzën, nesër pas tjetër nëse do në Nuk ka shans ato janë gjak. Gjaku si gjak, edhe ju me vllajën tuaj pra jeni Po gjak. jo, jemi gjak, po jo, gjakët me fëmijën, po pse do pa vetë më shumë, vllajën e vet apo dy? Nuk po them në raport me ju, por fëmia me fëmijën, vllai me motrën, po them ke 2 fëmijë tuaj, se këtë që po thoni ju, po e shohë si problem midis jush dhe vllajt tuaj. Kjo gjë mund të jetë nesër midis 2 fëmijëve tuaj me njëri tjetrin. Qofse unë shkoj mirë. Po ju ushqeni këtë gjë pra. Ti ushqet kjo gjë. Si ju thoni unë do ri indiferent, ai bëri gabim, po pse bëri gabim edhe unë do ri larg atij. Vit tulet ai pra. A di se ushqet, kjo ushqet shumë, qofse unë shkoj mirë me nonën e atynve, me bashkëshortën time. Po. Ato do njegën rrugën time. Qofse unë përdor dhunën, ashpërsinë, arburtri. Janë ato që kanë futur atë në shishe dhe përdorin si duhet. Ka dhe gratë, mirë mos u gjykojmë. Po kanë edhe burrat mirë që shkojnë mirë me vëllezërit kështu. Po mos i duket nuk i ka prek interesi. Po ti preki pak interesi, të hidhen fyt. Të para janë vëllezërit, të dytët janë gratë. Pse? Shopin burrë bet, kur thot burrë bet, që thot a do të mirë i rast para 2 ditëve, këti qeni, unë pi kafe atje. Ishte ullë ky me i shok, të shku me jeti u 2. Një zotri, me i shok, bje ky, o tha vllai, ky ishte me grunë. A i shkreti u këthy me grunë, e respektoj, i dha nga i kafe, që i si takon të vllajt, sa zbriti ke shkallët a ishte me grunë të ikte, faleminderit ta e për respekt, në tha, sa zbriti, tha ku është me tha ky burr, i thonë të vllajt tit. I thotë gruaja? Jo, i thonë të ky shoku, kështu që po vllai im pra është, e pra se pa kujti kape rakin, tha. Si është ai? Po le, ma kjo mut. Çfarë thua? Kjo është mut. Ai paguajti kafe rakin dhe qerasi, begenisi e gjitha, i thotë kjo është mut. Po kjo mut o vlla, tha, kja e rrep gruaja, tha. Kështu di çfarë bëhet sot? Ma se njipja aty një gjove larg aty. Po ja thot dikujt tjetër që se njifte fare, për vllajën e vet, për gjakun e vet. Po të dy shok tash aty, vi unë vllai jot tash ti je me këtë. Unë paguaj në kafe, se ju gjetën lokal. Kush është ky më thon? Ora pa ik akoma ke shkallët. Pa ik në shkallët, kush është ky? Mos them dhabet. E qartë. Varja më tha, vllai bash do të rrep gruaja. Po çka ka qenë dikur më parë? Çka ka qenë që ka marrë kaq fort lidhur familje shqiptare? Kur kanë vlerë? Më para, kur ka filluar ju thot me demokracinë, ka filluar më prish kjo gjë. Nuk më ka marrë kjo më për unitetin një rat parë. Ekonomia që ka qenë me fjalë e pavarme valla se ti punoja, unë punoja, sot janë të varë, puno burri, puno gruaja, puno gruaja, puno burri.